Kur është ndërtuar liçeni, sa njerëz kanë punuar këtu, sa shqiptarë kanë punuar, që kanë mbjell, madje është edhe një kontribut i vyer edhe kryebashkiakut të Tiranës që kanë mbjell miliona pemë. Dhe ai shkreti sot është po vuan heqjen e lirisë në burg. Është në burg dhe është një nga njerëzit Noisy, po njeriu krau djathi i tij vjen bën shkatron pemët që i kanë mbjellur. Kupton sa paradoksale. Duket e gjithë situata, gjithë kjo gjë që po ndodh në realitetin tonë shqiptar. Pra, krau djathi i tij Noisy, që ka qenë gjithmonë krah i Erion Veliaj, vjen shkatron pemët që ai ka mbjell, që ka mbjell Erion Veliaj. Po kur duni mbjellin, kur duni shkatrojnë, varet Allah se si vjen ai urdhri nga lart për të bërë diçka. Noisy është sebepi, nuk është qëllimi.